madhë mes partnerëve politikë. Në këtë rast edhe mes lëvizjes vendosje dhe lidhjes demokratike, një përvojë që e kanë pas të fundit në një bashkëqeveri se kanë janë do keq. Prandaj, jo arritja marrëveshjes, por edhe vetë deklarimet pas takimeve e ka një përgjithësi dhe një kujdes të veçantë që do ta shohim edhe më tutje. Nuk e merr përgjithësinë askush, sepse bën edhe kalkulimet elektorale dhe në bazë të deklarimeve publike edhe elektorati vlerëson deri ku janë gjendje me shku dhe fundi fundit secili është përgjegjës për elektoratin e vet ose për ujtjen e elektoratit vet. Prandaj unë nuk pres që as sot kemi diçka konkrete, absolutisht. Pres vetëm vazhdimin e një skenari të vazhdueshëm që do të takojmë për të vazhduar takimet e radhës. Mund të ketë disa emra sa për t'i bërë temë në opinion dhe në dy partitë respektive, mirë po unë nuk shoh absolutisht asafërsisht të kalim të ngërqit. Nuk kemi po deri tash lëvizje konkrete, unë e thash gjuha polarizuese dhe ai mosbesim nuk ka ardhur për një ditë, është kultivuar ndër vite, prandaj edhe besimi mes partive është shumë i vogël pa dallim. Kësaj i ka prim më shumë kohëve të fundit, sidomos partia e madhe, e cila e ka marrë edhe bajrakun të linçimit publik të oponentëve politik, prandaj dhe sot po paguon edhe faturën e atij mosbesimi. Nuk është lehtë i tejkalueshëm sepse nuk ka ndodhur asnjë ndryshim në terren që të krijohet mirëbesimi mes subjekteve politike. Prandaj unë prapë s'ka përpjekje. Realisht s'ka pas përpjekje serioze asnjëherë. Kjo është sikur ajo ato sjellje të mëhershme të cilësime profesor akademik sa për të arritur një marrëveshje, mirë po sa po të arrihet marrëveshje praktikë